Përshëndetje çuna dhe goca, sot jemi rikthyer këtu me një video tjetër me FIFA Mobile. Pas një jave, 2 javësh, nuk e di, që ka munguar, por ja ku jemi rikthyer prap. Marrim këto. I mosoni të bëni sa më shumë like, subscribe, shtypini dhe zilen. Bëni share. Okay. Marrim dhe këto. Se di qa jam, po. Marrim diamante këtu. Kemi 8800 diamante. Nuk morëm, se kemi shumë pa luajtur, prandaj. Se këto i kam mbaruar, kam gati një javë që i kam mbaruar dhe s'kam luajtur. Te vesa ataku. Kemi 13.000 diamante. Nice. Këj tani do bëjmë diçka, se kam pëmbledh lojtar tek. Ja t'rregoj unë tani, se nuk po di që t'ja shpjegoj. Okay. Tani shkojmë këtu që po e thosha, dhe tek extra time kam mbledhur disa lojtarë që këta do i thus. Kemi 10 mina këto, do hapim ato 15 mishën, po nuk e dia do hapim sot. Qofse kemi fat mund ta hapim, qofse jo. Nuk i dihet. Hapim këto një mishët, se këtu të bini super lojtar. Dhe shpesojnë bini ose në 109 ose 110. Asi një nga këta. Ne hapim prap. Edhe prap asë një në rand 208 që i dhe i fusim prap atje. Dhe shpresojmë na japin 110 ose 209. Ok. Shkojmë këtu. I bëjmë exchange. Dhe këta 3 lojtarë që shikoni ju këtu, nuk ma mandja ta marim sot, sepse i futa këtu. Por këta 3 lojtarë që janë këtu, përveç Kasiasit, i ka marrë të kjo, që po hapim tani. Dhe hapim këta, po. Ja. Okej. Shumë thjesht e kryem. I kemi 15.000. Marrim me këta. Nice. Te video radhës është video që do hapim pakon me 15.000 tokensa. Kemi 16.000. Fusim njërë këta. Edhe nesër marrim Alvaro Carrerasin. Domon fusim këta 2. Tani shkojmë te store. Shkojmë këtu, shohim lojtarët e ri që kanë dalë. Beckham, Makelele, Hazard, Cafu, Fellaini, Linker, Antony, Militao, Mandzukic, Llorente, Xhaka, sa dal Xhaka, okay. Pacho, Larsson, jo Larsson i ka qenë. Po, këta këtu kanë qenë. Nga Larsson e këti kanë qenë. Mbappéja nuk e dia ka qenë. Pits dole. Hajde. Okej.
Paktën 109 e lartë. Zidane. Ok, 109. Tani shkojmë tek këta. Hapim 4 paka, hajde shpresojmë këtu në lojtar. Ja. I kanë 10.000 diamante kot. Dhe shikoni sa sharca kam bërë. Që i bje tani 1160 sharca. Shkojmë këtu njëherë. Këto i bëjt gjitha gabim. Edhe për pati dal e reja. Jo. Ka raste që qëlloj vetëm një sakt. Kush ka shënuar për Japonin të goli fitores kundra Australisë. Se di fare se kam idem pajt pa fusim Honda. Ja. Hapim me këto hinë. Në botrojnë e vitit 2010 Denmark to play for the round judgment. Who score a stunning free kick in the match? Hint, marrë një hint kështu kot. The left-footed midfielder strike served past the Danish keeper. Se di jo vlla kush ka qenë. Ja. Si njaftat japonisat atë dikur. Which coast led the Japanese nation team to the 2011 Futsal Asian Cup title? Osim. Ja. Ska lidhje, gjithsesi. Këto përpiqemi t'i kryejmë pa. Hazardi me 1000, pse nuk po ecën. Hazardi me 1000 që se di, okej. Kafuja na hyn pun për kam Piolin, kështu që mund ka lidhe Piolin qendër, por nuk e di. Bekhami mund të më hyj shumë pun. Makelele edhe ky ndoshta hyn pun, po s'jam i sigurt. A do e çoj me të verdh njëherë që ta kem CM. Alun CM kë. Jo, s'lun ka, kështu që s'më hyn pun. Fellaini nuk e di, kjo shumë i ngadalt. Jo, pas ka vra, po me sa kam parë shumë i ngadalt. Antoni nuk më hyn pun, Militao nuk e di, Pacho jo, Xhaka jo, me këta tjerët jo, ja. Kështu që këtu, se ka në lojtar që më hyn pun, mund t'jetë Bekhami, por ne do presim deri në fund edhe të shohim ke lojtar do marrim. Tu janë dhe këto, s'kemi fare në këto, në. Okay. Ky është dhe formacioni im. Alisson Port, nuk e di ajo kam treguar që kam marrë Alissonin. Po besoj se po, jo kam treguar. Të janë dhe statistikat e Alissonit. Kemi Carrera Sinkra, Tahum mbrojtës qendër i majt, Marquez mbrojtës qendër i djathtë dhe Piolin që kemi me të verdhë dhe bëhet DCB dhe RB, nuk i ulet overeja. Kemi Gutin, CM i djathtë, kemi Pirlon CM i majt, kemi dhe Iniestën me Sushor
ofensiv ose mes fushor sulmues. Kemi Barnes, sulmues i majt, kemi Giroud, sulmues qendër, kemi edhe Figon, sulmues të djathtë. Ja, dhe kështu. Okej, kjo ishte edhe video për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer shimin e videon radhës. Bye bye.